بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Dija më e ndershme, edhe në mesin e dijes së shariatit, edhe në mesin e dijes për fenë e Allahut Azza wa Jall, edhe në mesin e dijes që është në Kur'an dhe në Sunet, dija më e dobishmja, dija më e çmueshmja, dija më e ndershmja është el ilmu billah, dija për Allahun Azza wa Jall. Krejt ata të cilët këtu kanë gabu, nuk e njohin Allahun Azza wa Jall ashtu siç Allahu Azza wa Jall dëshiron që të njohim na, por i din dispozitat e tij, i din hukmet e shariatit, por nuk e njohin Allahun Azza wa Jall që e ka zbritur shariat, dija ti është e mangët. A ka të tillë? Ka shumë, të cilët e din mirë dispozitën e kësaj dhe të asaj nga meselet, por ja kanë hush në njohjen e Allahut Azza wa Jall me emra dhe me cilësitë e tij. Ja kanë hush në njohjen e Allahut Azza wa Jall se është i vetmi që meriton me të drejtë mu adhuru. I bëjnë ortak në adhurim. I mohojnë emra dhe cilësitë e tij. E mohojnë kaderin e tij apo një pjesë saj. Për këtë shkak, dituria më e çmueshme është dituria për Allahun Azza wa Jall. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, duke përmendur se çka është dija e dobishme, thot el ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Dija është 3 kategori dhe kjo është e qartë për secilin njeri. Ilmun bi awsafi l-ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al-asma'u lir-rahmani. Dija për Allahun Azza wa Jall dhe për cilësitë e tij dhe për emrat e tij të bukur që i atribuohen të gjithëmëshirshmit të Rahmanit. Thelbi dhe esenca dhe kulmi i krejt dijeve të shariatit është njohja e Allahut. Se zaten ti, nëse e njeh dispozitën e shariatit që ndërlidhet me namazin për kënë jetu e bu, kush ka obligu me namaz, te kush po synon që ta afrohesh me namaz, te Allahu Azza wa Jall. Nëse i njeh dispozitat e harameve të caktume dhe largosh prej tëne, kush i ka përcaktuar ato harame? Kush ka kërku që ti të mos afrohesh te këtu? Kush ka premtu shpërblim nëse ti i braktis ato? Allahu Azza wa Jall. Për këtë shkak, nëse nuk e njeh Allahun, realisht ti je ignorant i më i madh që kurrë nuk njeh. Ai që nuk e njeh Allahun Azza wa Jall, ama haqqal ma'rifa, njohje të vërtetë dhe reale, duke njoftë Allahun Azza wa Jall me emrat e tij dhe me cilësitë e tij, e që këtë pikë po e përmendi vazhdimisht për shkak se çaty është sekreti i njohjes së Allahut Azza wa Jall. Ne s'kena mundësi me njoh Allahun Azza wa Jall si rezultat i meditimeve tona, por e njohim Allahun Azza wa Jall si rezultat i lajmeve që kanë ardhur nga ai dhe nga i dërguari i tij që flasin për Allahun, për emrat dhe për cilësitë e tij. E ai që e njeh Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të përsosura, dhe e din se Allahut Azza wa Jall i përkasin gjitha atributet e plota, gjitha cilësitë që përmes tyre i shtohet besimtarit dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall, i shtohet besimtarit njohja e thellë, njohje e zemrës së tij ndaj Allahut Azza wa Jall, ai pastaj nuk ka me pas probleme në largimin nga ato që Allahu Azza wa Jall ka kërkuar të largohemi dhe në zbatimin atyre që Allahu Azza wa Jall ka kërkuar të zbatojmë, për shkak se ky edhe braktisjen, po edhe zbatimin është e bu për shkak të njohjes ndaj Allahut Azza wa Jall. Për këtë shkak, thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, nuk ka jetë më të lumtur kërkush si përfaqen e tokës pos atij që e njeh Allahun me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të përsosura. Thot sepse ai yetaqallab, ai është tu rrotulluar në këtë botë dhe duke e pa dhe duke ju paraqit dhe duke ju shfaq njëri nga dikimet e emrave të Allahut të bukur apo të cilësive të tij të përsosura. Çështo jeton ai që e njeh Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur. Ai i cili Allahun Azza wa Jall nuk e njeh, është ignorant ndaj Allahut Azza wa Jall, është jahil sa i përket Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse po them kushtimisht krejt dispozitat e Kuranit dhe të Sunetit, krejt ligjet e shariatit i din, ai është ajhalu khalqillah, ignorant i më i madh. E që kjo nuk paraftyrohet, po them.
Unë po them në mënyrë hipotetike, me bo dikush me ditë edhe Kur'anin dhe Sunetin, po nuk e njeh Allahun azza wa jalla ashtu siç duhet drejt me emrat e tij dhe me cilësitë e tij. Ai njeri është ignorant. E çka të themi për atë që nuk e njeh as Allahun azza wa jalla, as emrat dhe cilësitë e tij, as dispozitat dhe shariatin e tij. Thotë Ibn Qayyim në vazhdim: "Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawm al-ma'ad ath-thani." Dhe dia e dytë që është e dobishme pas dijes për Allahun azza wa jall është dia wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Dia për obligimin dhe ndalesën. Allahu azza wa jall është i vetmi që vendos obligime dhe që përcakton ndalesa. S'ka të drejt që të vendos dikush ligje të tilla, mi thon kësaj farz dhe asaj haram, pos Rabbul Alaminit, se Allahu azza wa jall është krijuesi edhe atij i përket e drejta e ligjvënies, dhe atij i përket e drejta e caktimit se çka është obligim dhe çka është ndalesë. Për këtë shkak vëllazni, do të më njoft farzin edhe haramin. Do të më njoft çka kërkon Allahu prej neve dhe çka dëshiron të mos i afrohemi atyre. Kjo është dia e dytë më e dobishme. Mas njohjes Allahut azza wa jall me tauhid, me emrat dhe me cilësitë e tij. Dia më e dobishme që na mësojmë dhe e kërkojmë dhe udhtojmë dhe ndëgjojmë dhe është dia e halalit dhe haramit, që quhet dia e shariatit. Allah azza wa jall e ka ndalu, Allah azza wa jall e ka leju, Allah azza wa jall e ka obligu dhe kështu me radhë. Që kjo është dia e shariatit që na përmesoj e zbatojmë robërinë tonë ndaj Allahut azza wa jall ashtu siç duhet. Pastaj po thot wa jazaohu yawm al-ma'ad ath-thani. Dhe dia e tretë më e dobishmeja është dia për vdekjen dhe ahiretin dhe xhenetin dhe xhehenem. Që kjo është al-ma'ad ath-thani. Ringjallja. Apo dia më e dobishme pas këtyre dyjave është dia rreth vdekjes dhe se ne kena mu pyet atë. Dhe se nuk ka me kalu veç ashtu nata e varg. Dhe se pas vdekjes kena mu ringjall. Dhe kemi me qëndru para Allahut azza wa jall 50.000 vjet të zhveshur, të urritur, të zbathur. Kena mu urdhru me ec, deri ku të mrim tek vendi ku Allahu azza wa jall zbret për me gjyku me ndaj robëve të tij. Ajo ditë është 50.000 vjet, ka të uritur, ka të etur, ka njerëz që janë ngajlet e tëne. Dituria për maadin, për ditën kur kthehemi tek Allah azza wa jall është dituria shumë e dobishme për zemrat tona, që nuk na lejojnë ose nuk na lën kjo dije që ne të dallëdisëm në të mirat e dynjas të cilat na kushtojnë në humbjen e ahiretit tonë.